Sali Berisha njofton protestë kombëtare në 15 mars, do të çlirojmë TikTokun. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka thirrur protestë në 15 mars pas vendimit të qeverisë për mbylljen e TikTok. Berisha tha se vendimi i qeverisë për mbylljen platformës është akt censure dhe dëshmi se kryeministri Edi Rama ka frikë nga mendimi dhe fjala e lirë. Ish kryeministri ftoi të rinjt dhe të gjithë qytetarët të marrin pjesë në protestë. Në këtë rast, ftoi të gjithë gjimnazistët, të gjithë të rinj, të gjithë qytetarët të nisin betejën tonë për çlirimin e TikTok dhe për mbysjen e diktatorit në 15 mars, protestë kombëtare në sheshin Skënderbej përpara kryeministrisë. Një protestë në të cilën kërkohet anullimi i menjëhershëm i vendimit për censurën dhe bllokimin e TikTok, tha ai. Vendimi i narko-qeverisë për ndalimin e TikTok për 12 muaj me këtë akt censure të mbi 1 milion përdoruesve të TikTok në Shqipëri. Edi Rama rreshton Shqipërinë me Afganistanin dhe Iranin. Ky akt censure është një akt i mirëfillt fanatizmi kundër tolerancës, frikë dhe tmerr nga mendimi i lirë dhe shpreha e tij. TikTok është një platformë komunikimi që ka pushtuar sot. Ka qëllimin masivisht të rinjve në Shqipëri dhe botë të pretendosh se po ecën drejt Europës dhe të rreshtosh Shqipërinë me Iranin, Afganistanin, Somalin, bën një akt monstruoz kundër fjalës së lirë. Një censur dhe dëshmon se udhëtimi evropian i Shqipërisë është një hipokrizi për ty. Kujtoj këtu se J.D. Vance në fjalën në Munich konsideroi mbylljen e mediave sociale si një antivlerë shumë të rrezikshme për shoqëritë e lira, fjalën dhe mendimin e lirë. Tu heqë shqiptarëve të drejtën e përdorimit TikTok dëshmon se çfarë arbitrariteti ripërsërit eksakt ato që bënte Enver Hoxha, Kristaq Rama gjatë diktaturës, të cilët radiove të vendeve perëndimore u vinin zhurmues. Në këtë rast, ftoi të gjithë gjimnazistët, të gjithë të rinj, të gjithë qytetarët të nisin betejën tonë për çlirimin e TikTok dhe për mbysjen e diktatorit më datën 15 mars, protestë kombëtare në sheshin Skënderbej para kryeministrisë. Një protestë në të cilën kërkohet anullimi menjëhershëm i vendimit për censurën dhe bllokimin e TikTok.